Ndarja nga jeta e Shpatkasapit, çfarë thoshte Selvie Jaho për divorcin me këngëtarin, ëndërroja që Roel të ritej me 2 prindër, por bota e muzikës u trondit sot nga një lajm tepër i hidhur për vdekjen e papritur të këngëtarit shqiptar Shpatkasapi. Mediat në Maqedoninë e Veriut raportojnë se këngëtari humbi jetën si pasojë një arresti kardiak. Me vdekjen e tij të papritur, Shpatkasapi la pas djalin e tij, Roar, me ish bashkëshorten Selvie Jaho, me të cilin u nda pas disa vitesh lidhje. Por çfarë thoshte Selvie Jaho për divorcin me këngëtarin? Rreth 2 javë më parë, grimeria e njohur në një bashk bisedim online me ndjekësit në Instagram ka rrëfyer se kishte ëndërruar që fëmijën e saj ta riste me të 2 prindrit, por theksoi se kjo është jeta. Ajo tha se do të luftojë që djali i saj të ritet në një ambient ku mbizotron qetësia. A e ke pas të vështirë vendimin për të qenë single mom dhe veçanërisht për fëmijën, është pyetur ajo. Ndërsa Selvie Jaho u përgjigj, normal që po. Gjëja që unë kam menduar gjithmonë ka qenë të kem familje dhe fëmia të rritet me 2 prindrit, por kjo është jeta. Për Roelin, do të luftoj që të rritet në një ambient ku mbizotron qetësia dhe lumturia. Andaj do të bëj çmos vetëm që ai të rritet me të. Gjithë normat që i duhen një mashkulli dhe inshallah të kem jetë dhe forcë të përballoj sfidat. Selvie Jaho rrëfeu edhe arsyen e largimit nga Tirana, duke u shprehur se erdhi në vendin ton që të dërgonte djalin e saj në logoped, por theksoi se siguria është zero, duke shtuar vritet njeriu para teje në rrugë. Ku të pëlqen të jetosh? Unë se di pse, po u përshtata në Tiranë. S'do ta krahasoja me asnjë qytet tjetër. E dua Tiranën dhe unë për në Tiranë shkova vetëm për Roelin, që ta dërgoja në për logoped, por sistemi nuk më pëlqeu, shëndetësia zero, siguria zero, vritet njeriu para teje në rrugë. Do të jetoj diku ku do të gjej siguri më të mirë dhe zhvillim më të mirë për Roelin, në shprehur ajo.